Ato duan më na zhduk historinë, kulturën, traditat, me qëllim që të na shkomtorizojnë. Me këto duan na shkomtorizojnë me turista, me refugjat, me njerëz që nuk dinë gjuhën tonë. Duan që domethënë kanë agjendë e këtyre është për të na, sepse këtu kanë hyja gjetëtorët e huaja duan na shkomtorizojnë. Na zhdukin nga ky ka përsyr linjë perëndim që është mi pengesë e madhe, mi porta kryesore që lidhim linjën me perëndimin. Edhe nuk në Shqipëri porta kryesore. Po porta kryesore që lidhim linjën perëndim, më thënë, ka përsyr linjën perëndimi me ne. Edhe pengesat, më thënë, interesat e botës këtu janë për këtë qëllim strategjik. Që në shekuj dhe me thënë kemi penguam perëndorinë osmane që të kalojnë perëndim me Skënderbeun. Si, çfarë do të thuash me këtë? Çfarë do të thuash me këtë? Pra, do të them me këtë që ne duam të na shkomtojnë, ne kemi ruajtur kulturën dhe traditat. Jo, me këtë që tha tani që me Skënderbeun të ka penguar portat osmane. Portat osmane të kalojnë në perëndim. Në perëndim. Po. Çka do të thuash me këtë që Skënderbeu ka qenë ai që ka ndikuar që Shqipëria të shkojë drejt perëndimit? Po sigurisht ka qenë një pengesë një pengesë, ai nuk ndoshta se imagjinot ashtu në atë kohë, se s'ka pas domethënë koncepti shtet në atë kohë. Por këtu ishte ai përkrah që i boni perëndimi Skënderbeut dhe buset aty u ngritët historia aty që ka dalë, ne se kemi njohur. Do të thotë që ai ruajti krishterimin se bota perëndimore ishte i krishterë. Nësa bota lindore ishte ndryshe, besim tjetër, besim musliman dhe ortodoks. Nërsa krishterimi ishte këtë në perëndim, në Europë perëndimore. Ti të thuash se Skënderbeu ka qenë ndikuar nga ata? Nuk ka luftuar për vatan me për atë? Jo, ai ka luftuar për atë, por ishte përkrahja që i bënte atëherë Vatikani i boshte perëndimi. E kanë përdorur thua? Edhe e kanë përdorur. E kanë përdorur deri sa vdiqja. E kanë përdorur ata, ai luftoi për vendin e vet, po meqenëse këtu japshin ndihmën, e japshin për këtë qëllim. Jo për ndihmë humanitare që të Skënderbeut të mundi Turqit. Po, tani një pyetje tjetër. Skënderbeu i ka shërbyer më shumë vatanit, të dheut apo perëndimit? Skënderbeu i ka shërbyer në radh para dheut, për 25 vjet. Të se mohon kush? Të se mohon njëri. Mirë, po duke shërbyer dheut në këtë ka përsyll linjë perëndim, ai ka shpëtuar dhe perëndimin për sa kohë ai luftoi, edhe e përuli për domethënë perëndërinë osmane, se pastaj perëndëria osmane shkoi deri në portat e Vienës. Me mrapa shkoj, po ishte dobësu. Nuk ishte ajo perëndi që ishte, ajo perëndori që ishte. Pse, është vërtet që Skënderbeu ka qenë një pengesë për ushtrinë osmane? Një pengesë e madhe për ushtrinë osmane. Edhe Skënderbeu ka luftuar me forca shumë të pakta. Bile kom lexuar diku që në Itali i ka shkruar një këtë kom ngjuar nga Frank Bardhi. Frank Bardhi ka lind në 1606 dhe ka vdekur në 1643, ka rruar shumë pak. Por ka përkthy dy letra të një princit të Italisë edhe një Skënderbeu, që princi i Italisë ka kritikuar Skënderbeun për arsye se ndihmoi një princ tjetër që luftoi kundër e tij. Edhe në atë letër i thot Skënderbeut që shqiptarët janë bakti. I thot ai. I thot ai Skënderbeut. Po, ai italianin. Dhe Skënderbeu, e pas ka gjetë. Jo, se kështë gjetë, se Skënderbeu i kthe përgjigje, thot, po t'ishim baktine. Thoshte Skënderbeu, thoshte njerëzit ata tremen nga baktit, nuk tremen. Thoshte kur ne kemi luftuar me forcat kundërshtarit tanë, ose me forcat tuaja. Po, që ju si keni mundot që keni pas vetë kundërshtar? Jo, hikshin si bakti njerëzit tuaj hikshin. Pse hikshin? Njerëzit nuk hikin për baktish, thonë. Njeriu hik për njeriu, jo për baktish. Pra, nëse mi baktish, po t'ishim baktish nuk hikshin. Kur luftoshim ne. I thot Skënderbeu në letër, një ndër ato fjalë që i ka thënë. Pastaj Skënderbeu luftohet me forcat pakta, sepse fitohet ai. Fitohet për arsye se ai lidhte një pakisë të vogël në fund betejës. Edhe kur vetë ushtria turke me 12.000 ose 20.000 vet, por këto thoshte i morën për një sekond. Ndërsa ky u bitën nga mbrapa. Bila e kritikoi, thoshte. Ai princi italian thoshte ti i ke mund thoshte me kramarrje thoshte edhe me ramje mas shpine turkit. Edhe ne. Në ka ramas shpinë gjithmonë, në taktike e luftës, se me një forës shumë madhe ti mas shpinë do t'i bish. Ai do t'i bish mas shpinë që ti prishte për pavilë, edhe pastaj ta dobësote, ti fotte në panikë dhe të dorësoheshin. Një shumicë e madhe. Ashtu bën. Pra ne kemi fituar ndaj perandorisë osmane. Një forcë e madhe ajo fotte në panikë, se ishte strategjike, ishte i njifte ushtrinë, i njifte paragjykimin e ushtrisë osmane. Edhe
I futën panikë rëzoshën. Pra ne kemi fituar në të kohë me Osmanët? Po, për 25 vitin, 25 beteja, po. Po, 25 beteja. Po. Për 25 vjetë rrish, ka bojnë 25 beteja, rrish 27 beteja, kështu. Një betej ka humë berat, e pjera tjo. Pra, Skënderbeut i njifet si merit që ti më të qartë ata që na ndjekin, i njëhet si merit që ka penguar Osmanët për të shkuar në Perëndim. Pra lindje në Perëndim. Lindje Perëndim. Jo për interesat e tyre, por ai për interesat veta, por për të mbrojtur Shqipërinë, por e kanë përdorur Shqipërinë për Europën, por se Shqipëria ishte vendi me strategjik që Turqia nuk mund të kalote në ka qenë pritë, ka qenë mburoj për Perëndim. Mburoj për Perëndimin. A do e bonte dikush nga këta drejtuesit prej vitesh, vitet e fundit pas Skënderbeut? Të njëjtën gjë, për shembull, çka ka bërë Skënderbeu. Kanë tentuar shumë njerëz për ta bënë, por sa kanë bërë dot. E akoma nuk ka lindë që ka bërë. Nuk është, ëh? Jo, ndoshta kanë ndryshuar kohrat, por jemi në regjim sot? Po regjim. Regjim, ëh? Po regjim shumë i poshtë. Regjimet poshtë nuk ka pas herë. Për mendimin tim regjimet jemi në regjim sot, ëh? Po regjim. Regjim është çdo lloj regjimi, regjimun i thonë çdo lloj regjimi, po jo regjimi i keq. Ka më kisën veroj. Po pse në rrugë keq? Po dëgjoj, nuk se kam jetu. Me asha kam gjujë thënë ka keq. Për mua ka një regjim më i mirë. Më i mirë, ëh? A di pse? Në rrugë bën shtet, të thon diktaturë. Po diktatura është ligj. Ligj o diktaturë, është shtet ligjor. Po kjo po bën diktaturë sot? Po bën diktaturë burgjeze, ndryshe kjo. Si ku ndryshon? Po si ndryshon? Diktaturë me nuk e di, doptit. Me shtyp të doptit. Ai nuk shtyp të doptit. Në Verogja. Vetë kamën ati. Të madhe që se do të mu bërë armik i popullit shqiptar, se për shumë armik më tepër në botë popullit shqiptar, kombi shqiptar. Edhe për numër popullsie. Edhe me statistik. Kemi prodhuar më shumë armiq, domethënë armiq kundër dheut. Armiq kemi më shumë, i kemi të brendshëm apo të jashtëm? Të brendshëm pra, armiq kundër dheut, pra armiq të brendshëm. Kemi prodhuar më shumë ne, se ujit jashtëm i dihen ato, se ka kemi. Po kemi prodhuar armiq jashtëm kemi gjithë. Kushtet të ty. Na kanë bën shtet për arsye se u ka interesuar forcave domethënë të mëdha në atë kohë, forcave të mëdha. Se nuk do ishin bërë asnjë shtet. Nuk do të ishin bërë shtet sepse ke popull që janë shumë më të mëdhenj se ne, s'kan shtet, ke Kurdistanin 40 milionë në 3 shtete, në Siri, në Irak edhe në Turqi, dhe s'ka shtet. Nëse ne jemi 1 milion banor, na bënë shtet se u duhet një shtet strategjik që mund të kalojë Rusian në Perëndim. Më kalojë Adriatikun. Hapi temë tjetër tani. Trumpi ka vendosur tani taksa për çdo lloj gjëje. Po për shumë shtete të Europës, edhe shtete tjera, por ndër tjera edhe për Shqipërinë. Tarifa, gjëra, taksa, e ka mbytur, e ka bërë shumë vështirë për të qenë pjesë e Amerikës. Kina ka ulur tani, ka hequr taksat, detyrimet, ka ofruar bursa, shumë mundësi, shumë oferta të mira për bëndur. Qofse tani një shqiptar shkon dhe ndërmerr një hap për të shkuar për studime, për punuar, për mundësi ndryshme për të ndërtuar jetën e tij në Kinë. A quhet ky anti-amerikan? Po, këto që majnë anë Amerikës quhet anti-amerikan, faktikisht, se ne jemi pro-Amerikës për arsye se Amerika fuqi e fortë dhe na mbron. Po faktikisht Amerika është shkaktari kryesor i gjithë luftave në botë. Ne na mbron për interesat e vetë, jo për tona. Ai ka thënë që unë kam interesa të përjetshme në Shqipëri, jo miqësi të përjetshme. Ne nuk po themi që jemi anti-amerikan me këtë, por nëse bën të zgjedhje për të shkuar në Kinë, nëse bën të zgjedhje, nuk mund të quhesh anti-amerikan? Pse quhesh anti-amerikan? S'ke pse quhesh. Shkuar në Kinë për shkak S'ke pse quhesh. Fare aty ku je më lirë të shkosh, edhe ke tregut të shkosh po më lirë. E ku më i mirë. Si punë e komshiut, ke dyqan në afër në lagje, shkoni çik më lart se je ku ai do të blesh më lart e mia, thotë që mos shetin të Kinës. Po Kina ka gjetur rrugën, prodha mallra që ka mbyt gjithë botën me to. Ka sfiduar Amerikën. Amerikës nuk i vjen mirë kjo punë, bile Amerika pse u thotë aty Irani se mos prodhon armë atomike. Ja vetë ka thotë ditë mos u prodhoi. Ty vjen shkatër armët, që ti mos kesh ardhur të mbrojmë. Po s'mbroj kur të bëj punën. Ju thotë që Amerika është shkaktare e gjitha luftrave në botë. Por Shqipërinë po e mban, po e përdor si për arsye të veta. Po, për arsye të veta. A do vi momenti që edhe Shqipërinë do ta fusin luftë? Po kur vije puna si ti bie rradha aty të shkojë Shqipëria. Si e shefti, do të jetë do të vinë rradha dhe sa larg është? Po edhe mund të vijë, ajo si dihet, por varet se si vinë konjunkturat.
Nëse do vinë ashtu si që shumë dhe luhet, nuk i dhim se është të futet atje. Në qartë. Nuk ka si lloj peshe domethënë në Shqipëri, si por lloj ato peshe. thjesht për tu përdor. Për ta mbyllur tani se kemi kap shumë tema, nisëm me Enverin, Edi Ramën, Skënderbeun, heroin ton. A do mbetet një histori e Edi Ramën? Edi Rama në histori të mbetë e bëjë si burr shteti. Si? Si burr shteti jo. Jo si burr shteti. Jo. Nuk do mbetet si burr shteti. Si burr shteti s'ka ani histori në ngelet, po jo si burr shteti. Po si? Do ngelet si njëri, domethënë që nuk e di se në çfarë kategorie mund ta fusin, po si burr shteti jo. Pasi 100 vitesh do shkruhet një histori e Edi Rama si shkruhet sot Skënderbeu? Jo. Jo? Jo. A do të vi moment që pas 100 vitesh nuk do të jetë më emri i Skënderbeut në histori, por do të jetë emri i Edi Ramës? Asnjëherë jo emri Skënderbeut nuk shkruhet se të jetë jeta. Nuk shuhet. Jo. Këto janë që kanë pasur në kohët e Fanolit edhe në kohët e Mexhut, të janë furka u kanë thoshin atë kohë, partive u kanë pasur furka. Furka këto bien për 2 javë, për 1 muaj, për 1 vit, për 2 vjet. Jo 2 javë kanë vite këto, sa vite kanë do që janë Ma partive? këto kanë 4-5 vjet, por e kanë fjalë ka 15 vjet ky, po ka që i bin edhe për 2 javë. Po ka që i bo historinë për një kohë shkurtë një, do të më thanë jam, se në patëm Hysin Miloshin, e kam nga fshati im. Patëm Hysin Miloshin, nuk ishte komunist, bani histori për i vetëm në Shqipëri që mbrojti komandantin ishte Hysin Miloshin. Ose bani pa emën atë dheu. Pas Skënderbeut që thamë që është heroj kombëtar. Kush është një tjetër që është pas Skënderbeut? Ma sa një histori ndër vite. Mas Skënderbeut vjen Enver Hoxha që të ngelet një histori. Pas Skënderbeut Enver Hoxha. Enver Hoxha, edhe tjetër. Do të vjen një histori më vrojti si sot. Ai kanë hedh balë. Sa është politike e tillë, por populli në zemër e ka. Ka, E di populli si ka shka. dhe ato që nuk e shprehin, por e kanë zemër. E kanë në zemër populli. Edhe ato vota që merr Edi Rama sot janë votat e nostalgjikëve të Enver Hoxhës. Nostalgjik dhe ti. Sa i kur ka vdekë Enver Hoxha ka qesh. Këtë e ka thënë Artur Zhej, di që Ka qesh ka Edi qesh. Rama? Po ka qesh, këtë e ka thënë Artur Zhej, di që aty dhe pra Artur Zhej në politikë. Ta. Sa u presh tha në paqe se këtu nuk gjetë paqe. U presh në paqe, kish një llah me kunj. Kështu, a? A thotë kështu? As nuk vjen varrim fare. Edhe tha u presh në paqe se paqe këtu nuk gjetë. Një kohë që Artur Zhej e kom gjuar intervistë kur ka thënë që ishim studentë se ka pas shokaj në fakultet, kur ka ardhur e ka thënë që ka vdekur Enver Hoxha tha. Ka filluar me qesh. Tha u shunj një vajzë dhe tha që Enver Hoxha ronë zemrët tona, nuk ka vdekur, ai tha vetë u gjesh me ma. Atëherë tha e mund si pa morë vesh pa kulturë, po të më kërani në zormë, që dhe pa të në arrestu. Si ishte dikëzi për Enver Hoxha. Pa, kombëtar. Kështu që Pa, a duke sikur ky do t'i ngjasoj Enver Hoxhës? ai do t'i njësoje, por ai merr votat e nostalgjikëve të Enver Hoxhës. Po, du dal, do pse merr votat nostalgjik, pse nostalgjikët e Enver Hoxhës votojnë të Ndërkohë që ky e ka qesh, edhe di ndo që e ka qesh. E votojnë të sekundështari i këtij o shumë i poshtë. Është Sali Berisha më në tjetër. Kush i përngjason më shumë Enver Hoxhës? Berisha apo Rama? Jo, as Berisha as Rama nuk ngjanë Enver Hoxhës, se e bën këtë pyetje shumë njerëz. Duke me krahasu, nuk krahasohet me ta. As ka as një lloj ngjashmërie me ta. Sali Berisha është një njës. Qa? Sa është njëri, Sali Berisha sa është njëri. Nuk është njëri? Jo. Kur pyeta pak më lart për Edi Ramën, a do shkruhet një histori apo jo? Thash jo, do shkruhet historia. As edhe Berisha si Rama, të di një lloj. Të di një lloj. Një lloj. Në Kush është histori më keq nga këta dy? më i keq është Berisha, Më keq Berisha, ha? se ai vret. Ka vra, ha? Po. Se sot një vjersh ai thotë Kush e thot? Benduka thot. Benduka. Poeti nuk mund dihet thot as mund të flitet me ato që vret dhe me ato që vritet. Poeti s'mund dihet as nuk mund të flitet thot me ato që vret dhe me ato që vritet. S'ka si me qenë me ato që vret dhe me ato që vritet. Pa kur bëhet poezia nuk s'ka si bëhet me ato që vret. Përshëndet shumë. Mirë bashkë. Kena thënë shumë gjona të bukura. Falenderoj.